Vlora ishte një nga destinacionet më të rëndësishme të turit të 83 ciklistik të Shqipërisë. Elbasan Vlorë, e gjatë 172.4 km, ishte etapa e tretë, ndërsa në finish mbriti i pari zviceriani Guillaume Haldiman, i cili në fakt vendin e parë ka marrë disa metra përpara mbritjes. Në të njëjtën kohë zviceriani ishte edhe mbajtësi i fanellës së verdhë të turit të 83 ciklistik të Shqipërisë, teksa ja rëmbeu belgut Kjell Koman. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit Skënder Anxhaku falenderoi organizatorët dhe vlerësoi faktin që Vlora është pjesë e rëndësishme e këtij aktiviteti sportiv. Në emër të Federatës Shqiptare të Ciklizmit i është dhënë medalje dhe mirënjohje drejtuese së klubit shumë sportësh flamurtari Elona Hasanaj. Ndjehemi jashtëzakonisht mirë, për arsye se është një popull që ka shumë vlera këtu në Vlorë. Megjithëse edhe unë kam lindur në Vlorë. Jam një simpatizant i veçantë i Vlorës dhe në emrin e Federatës Shqiptare të Ciklizmit për të zonjën e shtëpisë plus fanellës verdh plus mirënjohjes që do ta lexoj zonja. Më vjen shumë mirë që xhirua e 83 ciklistike përsëri ka një destinacion qytetin ton, një qytet që është ambar dhe ka traditë sporti në të gjitha disiplinat, pse jo edhe në ciklizëm. Më vjen mirë që marrin pjesë 18 skuadra nga gjithë bota dhe ekipi kombëtar shqiptar. Më vjen mirë që dhe dita sot ishte shumë e bukur dhe mendoj që dhe gara ka shkuar shumë mirë. Falenderoj dhe presidentin e Federatës Ciklizmit, që është një shtyllë shumë e fortë për një aktivitet me përmasa të tilla. Faleminderit, president. Mirënjohje nga Ministria e Turizmit dhe Federata Shqiptare e Ciklizmit edhe për biznesmenin e njohur vlonjat, presidentin e klubit të futbollit flamurtari Sinan Idrizi. Mirënjohja për Idrizin është tërhequr nga drejtoresha e përgjithshme e financës në klubin e futbollit, Ola Stefanaj. Vlerësimi për Idrizin është për zhvillimin e sportit në Vlorë dhe për mbështetjen e turit ciklistik. Shumë simpatike qeke, si duket në Vlerë. Faleminderit, rrofsh. 2 fjalë për njeriu në madh që jeton në Vlorë dhe është përfaqësuesi i shtetit turk. Këtu një njeri i mençur, një njeri i dashur, një njeri i sinqert, një njeri me shumë vlera. Dhe ne prandaj kemi menduar si staf i Federatës dhe si Ministria e Turizmit për të bërë diçka për të, sidomos anën enciklopedike që e ka shumë merak. Jepet zotit Sinan Idrizi për kontributin e tij në zhvillimin e sportit në Vlorë dhe mbështetjen e pakushtëzuar në organizimin e turit të 83 ciklistik të Shqipërisë. Mbështetja juaj ka qenë një vlerë e rëndësishme për suksesin dhe promovimin e sportit shqiptar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, vlerësoi edhe deputetin e Vlorës Bujar Leskaj me medalje dhe certifikat mirënjohje. Sipas tij, Leskaj është njeri që ndihmon njerëzit, por edhe sportin. Vlerësimi për Leskajn i është dhënë shefes së klubit shumë sportësh flamurtari Elona Hasanaj. Tani përfitoj nga rasti miku tim më të ngushtë, një ministri që i ka dhënë shumë sportit, djali i huaj quhet Bujar Leskaj, një duartrokitje të veçantë. Zoti Leskaj është një njeri me një zemër sa fushë e aviacionit. E ndihmon fukaran, ndihmon popullin, ndihmon gjithë tjerët, bën oponencë me ata që e kanë mendjen jo ta ndihmojnë sportin, po të jenë kontra sportit. Dhe për këtë merit dhe për këtë vlerë, kur kam ardhur për herë të parë që ka qenë ministri i joni sporteve, aty në atë sheshin e madh të flamurit e ka hequr kollaren dhe ka vesh bluzën e Federatës Ciklizmit. Gjithashtu dhe Zagol Leskaj që ka qenë një sportist që ka dhënë shumë dhe ka nxjerrë të madhin Besim Branushi që është një kampion, Muharrem Ahmetaj e shumë sportistë të tjerë. Kështu që këtë medalje dhe mirënjohje dhe këtë fanell do t'ja dorëzojmë shefes klubit zonjës Elona Hasanaj. Këtë të njëjtë u zhvillua etapa e 4, Vlorë-Llogora-Himar Kuç-Vlorë, kurse turi 83 ciklistik i Shqipërisë, në të cilin marrin pjesë 18 ekipe nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa, përfundon më 22 maj.